Kthjelltësia e xhepit është një kthjelltësi ajo që të kthen me këmbë në tokë në një mënyrë fenomenale. Do doja ta diskutojmë në fakt të çështjen e pagave dhe fuqisë blerëse të shqiptarëve. Kemi ekspertët tanë të ekonomisë dhe ekspertët e tyre të kësaj çështje. Do doja të falenderoja fillimisht Etien Xhafën, deputetin dhe kandidatin për deputet Partisë Socialiste, i cili ka marrë mundimin në këtë mëngjes të na bashkohet. Zoti Xhafa, mirëmëngjes, faleminderit për pranimin e ftesës. Faleminderit juve për ftesën. Gjithashtu kemi edhe atë që na i përkthen shqip shifrat Dor Teliti është me ne. Mirëmëngjes zoti Teliti. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Tani le ta fillojmë pikërisht nga niveli i pagave. Anashkalojmë dhe te kalojmë atë që ka thonë kryeministri në këtë fushatë elektorale. Nuk kemi folur shumë për pagat, do duhet në fakt që të bëjmë një diskutim. Si është e mundur që vazhdojmë të jemi vendi me pagat më të ulta në rajon dhe në Europë? Ta fillojmë me zotin Xhafa dhe më pas zotit Teliti, me që zoti Xhafa ka pozicionin e tij për të mbrojtur. Nuk besoj që ka një pozicion për të mbrojtur apo për të sulmuar në këtë rast. Ne pagat janë si vijshmëria asaj që është zhvillimi ekonomik i Shqipërisë dhe unë nuk mendoj që jemi më vendi me pagat më të ulta. Patjetër që në sektorin publik të arritur në mënyrë të ndjeshme, që kemi një rritje të pagave mesatare, të pagave minimale, edhe veçanërisht të pagave të atyre që janë sektorët publik të cilës shërbejnë, pra mësuesit, policët dhe gjithë struktura shtetërore, që ka arritur në mbi 930 euro paga mesatare, dhe kjo do të vijoj të rritet. Ka vende të tjera të cilat sektorin publik, unë kam parasysh këtu Maqedoninë e Veriut, por edhe Kosovën, ku pagat e sektorit publik janë më të ulta se ato në Shqipëri, por sigurisht që kjo është një proces i cili do të vijojë edhe në vitet në vijim për të vijuar rritjen e pagave të sektorëve të ndryshëm, ku edhe ai privat do duhet që të kapi sektorin publik. Pra ju thoni që i ka më të larta rrogat shteti se privati, thatë 950 euro në arsim përveç drejtorët shkollës, ka një mësues me pak 930 euro? Patjetër që ka. Mund të merrni paga mesatare e sektorit publik është 930 euro. Që do me thënë që shumica e mësuesve marrin më shumë se kjo. Sepse paga mesatare janë edhe rojet, edhe sanitarët, patjetër. Sanitarët, po. Kështu që nëse mesatari është 930, besoj që në këtë moment që flasim, shumica e mësuesve marrin mbi 950 euro në muaj. Dakor, Teliti? Zoti Xhafa mendon gabim. Në këtë rast, janë të pakët me gishtat e duarve, në poshtë 10% mësuesit, të cilët marrin realisht një pakë që shkon deri te 900 euro. Dhe kjo është fakt. Janë të dhënat zyrtare të shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare. Dhe tu nuk ka nevojë për diskutim. Fakti që kur bëhet diskursi në Shqipëri për pagat, majoranca socialiste fokusohet gjithmonë te pagat në publik. Ti ku bën pak me dije publikut, ore, këta punësuarit në publik, sa përqindje totalit punësuarve në Shqipëri përbëjnë? Të punësuarit në shtet, në qeverisin qendrore, kur hyn arsimtarët, edhe mësuesët, pra dhe mjekët dhe infermierët e kështu me radhë, gjithsej janë 86.087 Dhe të punësuar total janë 1.2 milion. Pra i bie te 7%. Të krenohesh për 7%, ndërkohë që 93% që ka ikur për të marrë gjak në spital, ka shkuar për të marrë gjak në spital se nuk ka del dot më. Një 7% që nuk prodhon që është për të 7% që dashti mund të krenohesh sa duash, por me thënë drejtën, në 12 vite, edhe kjo lëvizje rritje që është bërë në 12 muaj të fundit. Pra, duhet ta shohim në fotografinë e sotme, si jemi sot, apo si kemi arritur gjatë këtyre 12 viteve, në këtë pikë ku jemi sot, vetëm për të 7%. Për 93% tjetër, që është sektori publik, që është sektori privat falli dhe sektori bujqësor, ju siguroj diçka që pagat atje kanë lidhje dhe bie dakord me zotin Xhafaj, kanë lidhje me rritjen ekonomike me prodhueshmërinë. A është bërë çdo gjë që prodhueshmëria e ekonomisë shqiptare të nivelit të duhur? Jo, fatkeqësisht. Jemi ekonomia me prodhuktarinë më të ulët. Jemi ekonomia në rajon, në Europë, po edhe në rajon, pra krahasuar me vendet e Ballkanit, e cila ka produktivitetin më të ulët të fuqisë punëtore. Jemi ekonomia e cila sot nuk po prodhon. Jemi ekonomi që sipas statit prej 3 vitësh sektori bujqësisë është në recesion. Jemi ekonomi e cila sipas po vetin statit, industria prodhuese kur përfshihen gjithë industritë, praktikisht fasonerit, prodhues të vegjël të mesëm, se prodhues të mëdhenj fatkeqësisht nuk kemi, të cilët për 3 vite tashmë janë në recesion. Kemi një ekonomi e cila jo thjesht nuk prodhon,
po një ekonomi e cila bën hapa mbrapa. Një ekonomi e cila prodhon beton. Edhe që dhe betoni duhet, po duhet betoni me karar, sepse shpreha e popullit thotë gjella me krip dhe kripa me karar. Dhe nuk duhet të fokusuar siç ashtu në Shqipëri, që të fokusohet në 20 kilometra vibre detare, dhe të fokusohet në të Tiranën tonë, ku e shohim dyta ditës që hikën një lulishte, hikën një kopësht, hikën një kosh basketbolli dhe ndërtohet një kullë radhës. Pra një ekonomi pa plan, një ekonomi pa vizion, dhe një ekonomi e cila përsëris dhe njerë nuk prodhon, është ekonomi e destinuar fatkeqësisht të shkojë në recesion. Ka replik Xhafaj? Patjetër, jam shumë dakord me zotin Teliti për historinë e planit dhe vizionit veçanërisht, sepse e dim shumë mirë se çfarë plani dhe vizioni ka qenë nga Partia Demokratike dy herët që ka qenë në qeverisi. Herën e parë ishin piramidat, herën e dytë pastaj u la vendi rritje ekonomike negative, borxhi i fshehur e të tjera e tjera. Ajo që ka ndodhur në 12 vite. Ky është mashtrim. Sa ka qenë rritja ekonomike vitin 2013? Zyrtare, sa ka qenë? Të qeverisë tënde. Se qeveria juaj e ka matur GDP-n në vitin 2013. Sa ka qenë? Asnjëherë negative. I vetmi vend në rajon, në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili bëri ballë krizës ekonomike botërore vitin 2008. Një sekond. I cili shkoi, ishte vetmi vend që ruajti rritje ekonomike pozitive, ishte Shqipëria. Ta dëgjojmë pak Xhafën. Këto janë fakte, unë po vazhdon të bazohem në fakteve. Ta dëgjojmë Xhafën. Edhe nëse gënjen duhet ta dëgjojmë. Okej, dakor. Gjithmonë këtë punë. Pra, shtik numra dhe pastaj nuk lë as të flasësh. Unë nuk kam ardhur këtu për të bërë zhurmusin, as për të bërë shergjiun. E te kaluam zotë Xhafaj. Le të përpiqemi të bëjmë një bilanc. Lutem. Patjetër i nderuar. Atëherë është po them është që nga viti 2013 e këtej filloi mobilizimi i motorëve ekonomik të Shqipërisë. Ne kemi pasur bilancin e tregtisë së jashtme 1/9. E kemi 1/2.7 tani. Dhe është duke u zbogluar kjo hapësirë, pse Shqipëria është duke prodhuar, patjetër që ato tre që janë sektorët prioritar që qeveria ka zgjedhur, inovacioni, turizmi dhe energjia, janë duke performuar dhe besoj që brenda këtij 4 vjeçari do të jenë duke performuar në mënyrë shumë më të mirë. Dhe sigurisht që edhe ato që janë ekonomitë prodhuese në Shqipëri janë duke prodhuar jashtëzakonisht shumë më tepër se çka kanë duke prodhuar. Ne nuk jemi në eksporte 1 miliard euro sa i përket produkteve bujqësore, por jemi mbi 500 dhe sigurisht që do duhet që të arrisim produktivitetin në këto sektor. Por bujqësia punson 18% të shqiptarë. Ka edhe sektorët të tjerë, të gjithë sektorët që janë privat, tek të cilët qeveria nuk mundet të këmbguli apo t'i detyrojë të rrisin pagat në një drejtim apo një tjetër. Kjo bëhet duke rritur konkurrueshmërinë e sektorit publik me atë privat. Dhe patjetër, 86.000 të punësuarit në shtet paguhen më mirë dhe mendojmë dhe besojmë, dhe kjo nuk ka ardhur vetëm nga puna e këtij viti, ka 3 vite tani më që rrogat dhe pagat janë rritur. Kjo do të sjellë, le të themi, një balancim të këtyre sektorëve, i cili do të vijojë edhe në 4 vjeçarin që kemi përpara. Të lidhi që nga performanca juaj qeverisëse deri tek 12 vjeçari. Atëherë s'pare përsëris edhe një herë. Është vetë raporti zyrtar i Fondit Monetar Ndërkombëtar, raporti sa vjetor. Për Ballkanin. Është shkruar zeza në të bardhë. Shqipëria i vetmi vend në rajon i cili bëri ballë krizës botërore vitit 2008. Për kujtesë të shqiptarëve që na ndjejnë, kriza botërore zgjati nga 2008 deri në 2014. Quaj zyrtarisht e mbyllur. Të gjithë vendet e Ballkanit shkuan në negativitet, pra në recesion. Shqipëria ruajti 1% rritje ekonomike. Ishte sukses i madh. Kur të tërë tjerë shkojnë brapa, të tjerë shkojnë brapa, ti nuk hece, siç hece vitin 2008, 2009, 2010, me 7, me 8 apo me 6% rritje ekonomike, por ama hapa brapa nuk bëre. Dhe kjo ishte meritë e qeverisës Partisë Demokratike. Për sa i përket raportit bilancit, bilanci tregtar nuk është 1/9 të vitit 2013, ka qenë 1/3.8. Dhe kjo është përsërisje zyrtare. Po, është vërtet sot është me 1/2.7, pra ka një përmirësim. Po problematika qëndron tu zotri, që ky përmirësim ty të ka ardhur fiktivisht për faktin e shvlerësimit të eurës. Bëjeni pak llogarit. Dhe shqiptarët i ftojnë të bëjnë llogarit. Ke një euro që është 40% është vlerësuar sot. Ke një euro zotri sot, e cila kur vjen ai emigranti dhe i sjell prindit vet 100 euro, bëj llogarit, bëj mos qesh, po bëj llogarit. Lej qeshje, të zgërdhini. Se zgërdhini me varfërinë e shqiptarëve. Mos u zgërdhini me varfërinë e shqiptarëve. Mos u zgërdhini me falimentin e biznesit. Xhafa do keni gjithkohën tuaj. Merr kohën, merr letër lapsit dhe bëj llogarit.
Në vitin 2013, kur i silta i punësuar në Itali, i silta 100 euro prindërve këtu, ishin 140.000 lekë vjetra. Dhe ishin me çmimet e vitit 2013. Sot i këtë çmimet 2 herë më të larta, dhe ai 100 euro shqipe nga ne vlen 98.000 lekë. A është gjë e mirë fuqizimi i monedës kombëtare? Patjetër që po, në rast se fuqizimi, monedës kombëtare do vinë nga fuqizimi i ekonomisë. Për ekonomia shqiptare të vite nuk është që ka performuar, më zotëri. Ka një rritje ekonomike për 3.7%, e cila mbahet në këmbë vetëm nga një sektor pothuajse, që është sektori i ndërtimit. Edhe i kontributor nga ky turizmi amator, po shqyrë zoti që është dhe ky turizëm, që kemi në Shqipëri. Ktu sikur të vendoset një moratorium ndërtimësh, ekonomia shqiptare shkon në recesion praktikisht. Pa ti ke një ekonomi të paqëndrueshme, pa baza, se nuk mbahet ekonomia nga ndërtimi. Moratoriumi që praktoi Erion Veliaj. Por sikur të vinë një qeverisë dhe thotë, do kemi një moratorium ndërtimësh për 12 muaj, sepse këtu është bërë batërdi. E dini se shkon ekonomia shqiptare, shkon negativitet. Sepse mbahet buxheti i shtetit, po dhe buxheti vendor, po dhe ekonomia praktikisht e zyrtarizuar nga vet i stati, i statistikave, shprehet qartë dhe thjesht që ekonomia shqiptare po mbahet në këmbë kryesisht nga sektori i ndërtimit. A ka nevojë për ndërtime? Patjetër që ka nevojë për ndërtime. Por nuk mund të jetë ky modeli ekonomisë. Modeli ekonomisë është bazuar në prodhim, zotëri. Sepse kemi fatkeqësinë sot në shqiptarët. Kemi tokë pjellore, por ama kur vjen puna në turizmin ton, çdo 5 produkte të turizmit time, të tjenit, tënde, Flavio kështu me radhë, nga çdo 5 produkte, dhe kjo është përsëri statistikë zyrtare, 4 janë mballra importi. Në vërtet. Çdo thotë. Do thotë që neve pim qumshin nga Serbia, konsumojmë patatën nga Kosova, konsumojmë fruta perimet, mollën, portokallën e marrim nga Maqedonia e Veriut, konsumojmë djathtin grek, dhe vetëm bukën bëjmë këtu në Shqipëri. Me miell. Dhe vajin ullirit. Me miell. Me miell, i cili vjen nga Ukraina apo nga Serbia apo kështu me radhë. Pra kjo është fatkeqësi. Dhe neve një ekonomi që ose duam ta zhvillojmë zotëri, nuk e zhvillojmë dot as brenda një jave, as brenda një muaji, dhe as brenda një viti. Se ekonomia zhvillohet me vite të tëra. Por ama ne sot nuk kemi model ekonomik. Ne nuk kemi konkurrencë sot. Kërkon konkurrenca e lirë dhe ndershme. Dhe këto janë bazat që do të rrisin dhe produktivitetin e fuqisë punëtore, të cilat më pas të sjellin ty edhe surplus, pra plus, rritje edhe të sipërmarrjes. Dhe një punëtor më i kualifikuar, që prodhon më tepër, një sipërmarrje që prodhon më tepër, janë ata që fitojnë më tepër. Dhe në fund fare, kur fiton individi, pra familja, kur fiton dhe sipërmarrja, ka fituar edhe shteti, dhe shteti e mbush arkën e vet, dhe ka paranesë për të bërë politikat, adjustative që quhen, rregulluese, plotësuese, të atyre politikave që nuk i bën dot sektori privat. Siç është ndihma ekonomike, siç është politika mbrojtjes, politika rendit publik, arsimore kështu me radhë. Ne sot kemi problematikë zotëri, që se keni zgjidhur ende. Ilaçet onkologjiku. Ma bëni video kandidatët për deputet, turp i madh. Gjyshi. Gjyshi do të votoj gjyshi. Ja, një sekondë, duhet të japim kod xhafe. Ne tu kemi onkologjiku që s'ka ilaçe. Kemi onkologjiku që s'ka ilaçe. Dhe tu na bëhen të filma, se si do të votojë një kandidat për deputet, pavarësisht krahut politik, turp i madh. Je në studio, duhet të jap kod xhafe. Patjetër. Ne ndjekim pavarësisht nëse janë në audiencë majt apo djathtë, do i rri sensit logjik dhe etik të komunikimit. Okej. Dhe jo këto historitë që thoni ju. Së dyti, po cila është historia më në keq është fora vetëm me shifra zyrtare të qeverisë tonë. -1.1%. Ato statistika zyrtare, do një mirë të lexoni të gjitha, jo vetëm ato që u pëlqejnë. Së treti, sigurisht që në Shqipëri të lutem, nderuar, kundërshtoj me fakte. Nuk mund të thuash lexoj më mirë. Unë kam lexuar se janë ato shifra. Mund të më kundërshtosh me fakte, lutem. Ndryshe nga të gjithë vendet e tjera në botë, janë mbi 90% pronar të shtëpive të tyre. Vendi i dytë të Moskavoj është Luksemburgu me 53%. Do me thënë që kjo është në një farë mënyre ajo që shqiptarët kanë zgjedhur të bëjnë. Historia që sektorën do bëjnë këtë apo sektorën do bëjnë atë, sigurisht që shteti nuk është më ai para viteve 90 kur orienton çdo gjë. Shteti orienton atë që është sektori publik dhe sigurisht orienton rritjen ekonomike drejt atyre që janë sektorët me të ardhurat dhe kontributin më të madh në ekonominë e vendit. 11.7 milion turist ka pasur vjet. Nuk po flasim më për turizëm amator i nderuar. Jemi duke folur për një produkt për cilin Shqipëria njihet tani më jo vetëm në Europë, por në mbar botën, sepse kemi parë ne kemi qenë qoftë vendi me rritjen më të madhe për numrin e pasagerëve, qoftë
për do bëni pyetje sa është kontributi në ekonomi këtyre turistëve. Dhe kjo do të thënë që ca gjëra janë duke funksionuar. Do toni të shikoni patjetër. Zoti Xhafa, sa është kontributi në ekonomi këtyre turistëve? Në ekonominë shqiptare. Sa është kontributi në ekonomi këtyre turistëve? Është që ekonomia është duke u fokusuar në sektor të cilët sjellin vlerë neto të shtuar për të gjithë qytetarët dhe që patjetër do duhet të bëjmë më mirë, sepse ju e dini fare mirë. Nuk fillon dhe nuk mbaron kjo gjëja. Dhe së fundmi, ju lutem, mos flisni për model ekonomik se nuk është se keni pas ndonjëherë. Nuk është se keni ende tani. Jeni e vetmja forcë politike në Republikën Shqipërisë, nga ato 8 që garojnë, që thoni do i ulim të ardhurat dhe do rrisim shpenzimet. Dhe nuk bëni as llogarinë e borxhit, as nga llogaritë e tjera. Në qoftë se euroja është dobësuar, do me thënë që produktiviteti është rritur edhe një herë sa aq, sepse nuk është rritur diferenca e pagave. Në qoftë se ne mbledhim më pak lek nga euro që është dobësuar, do me thënë që jemi duke shitur më shumë se 1,2.7, apo jo? Se kështu funksionon kursi i këmbimit. Kur ty të vinë më pak lek për euro që blen, tundu. Dakor, atëre Xhafa kishte një pyetje fillimisht te Lidi. Para se të pyetjen. Para se të pyetjen, diçka është sigurt dhe unë e kuptoj shumë keq, ndjes. Dhe unë e kuptoj shumë qartë. Edhe një herë lutem, te Lidi, po. Diçka është sigurt dhe unë e kuptoj shumë qartë. Pra, që nuk jeni ekonomist, por sigurisht diçka. Dhe nuk është për ofendim të gjë, është për ju sigurisht diçka. Që në këtë stad që është sot ekonomia shqiptare, ku mbi 40% ekonomisë është informale. Kur sektorët ekonomisë fatikisht nuk performojnë siç duhet, do sigurisht diçka. Që flet vetë shkenca ekonomike, që po tulesh taksat, do kesh edhe rritje të ardhurash. Një eksperiment të ngjashëm, pothuajse të ngjashëm, e kemi ndjekur në gjatë qeverisë 2005-2013. Një situatë ishim atëherë, identike në treguesit makroekonomik. Po ndoshta ju duhet të lexoni dhe të rifreskoni kujtesën tuaj. Identike në situatë, mbi 40% informalitet, taksa të larta, ekonomi që nuk performonte. Pse atëherë funksionoi dhe sot jo? Ne kemi një histori suksesi zotëri dhe kemi diçka kur dalim para votuesve, ne dalim me bilanc. Ju nuk keni të aftë sot, fatkeqësisht do doja shumë. Dhe si pjesë politike si jemi unë dhe ti që jemi edhe të ri në mosh, unë do doja të dilim me bilancet tona përkatëse. Ne kemi një bilanc me të mira dhe me të këqija tona. A mund të dim zotëri cili është bilanci juaj në sektorin e arsimit? PISA thotë jemi të fundit. Në sektorin e shëndetësisë, skandal, gjysma e ilaçeve nuk e përmendin bursim, onkologjiku e dim shumë mirë tashmë është taloni. Është fotografia më e qartë e gjendjes të gjendjes. Koncesionarët e dim tashmë çfarë bëjnë. 100 milionë euro zhdukura. 400.000 lekë për një set sterilizimi. Po ku ndodh kjo gjë? Në cilin vend botë? As në Zvicër nuk është ky çmimi. Në Shqipëri po ama. Ku e doni në Bujësi? Në Bujësi që hidhet qumshin kanal. Që hidhen domatet, specat e patogjanët, hidhen në xhade, në autostradë, si në shenjë proteste. Cili është bilanci juaj? Bilanci që jemi sot vendi i fundit në rajon për sa i përket subvencionimeve në Bujësi. Bilanci për faktin që ju e dini shumë mirë, se keni ngritur kartonin, keni ngritur edhe ju kartonin i nderuar, për të miratuar një skem kriminale në kuvendin e Shqipërisë të diferencimit të VSH-s në Bujësi, të hyrje dali që quhet, të inputat dhe outputit, që ngarkon fermerin shqiptar me 20% pak të kosto shtesë. Dhe e dini shumë mirë dhe gjë. Ku doni bilancin? Në cilën fushë doni bilancin? Në fushën e sporteve? Që po prishin stadiumet për ndërtuar përsëri kulla? Në cili bilanc? Në bilancin e Tiranës, ti incineratori që nuk ekziston. Në cili bilanc? Të trafikut që rëndodhet e ditës? Në cili bilanc? Shkolla me deturne? Cili bilanc do bëni juve? Dili, hajde ballafaqohemi. Po ballafaqoheni. Çdo qeverisje duhet të bëjë dhe të mira, patjetër do bëjë edhe gabime. Por zotëri, më vjen keq, fatkeqësisht, jo për ju, po vjen keq sepse unë jam qytetari i këtij vendi. Dhe politika që i ndjekur gjatë 12 viteve më kanë impaktuar dhe mua si qytetar, edhe mua si familjar, dhe bashkëshortën time, dhe vajzat e mia, dhe prindërit e mi, dhe motrën time, dhe nipërit e mbesat e mia. Dhe ne jemi sot në një situatë zotëri, ku truri largohet nga Shqipëria dhe është larguar në masë nga ky vend, ku biznesi me zorja del, me zorja të mbaj frymën gjallë, ku sektorët ekonomisë përsëri janë të shkatëruara, ku nuk ka konkurrencë lirë dhe ndershme. Dhe ne dim shumë mirë që nëse kemi problematik, o ke mikun dhe shokun, deputet, ministër, zëvendësministër, drejtor, ose dyshë ti halli nuk e zgjidh dot.
Cili është bilanci? Hajde pra debatojmë bilancën. Si dhe vetë fushën tënde. Teliti Xhafaj. Po të pushosh pak, mund edhe ta them. Ora pushon më pas fjalën do ti mua, shiko. Shiko tregon gentil dhe tregon me fol me edukat. Unë po drejtohem me zotëri, ti thon pushon. Fjalën nuk ma jep ti, ma jep moderatori. Jo. Mbajta fjalën time tash ndalova kur moderatori më hoqi fjalën. Mos ikim nga tema, ju lutem. Ju lutem mos ikim nga tema. Të lutem. Moderator me zotëri. Të lutem. Xhafaj. Arrogancë. Kuptoj Dori pse ke këtë nevojën të shash diçka. Është arroganca le, jo me mua arroganca të tjerë. Jo me mua arroganca, se di shumë që flasim për lekët e qytetarëve boll me politesën tuaj. Si mund të jesh arrogant me ty? Domethënë ti vazhdon shpik numra, unë jam ekonomist, e gjykon publiku këtë. Nuk kemi nevojë të rrim këtu ne dhe të masim diplomat e njërit dhe tjetrit, se nuk besoj që në këtë drejtim keno një avantazh. Daj me apo daj dikujt aty. Të dyti, sa i përket modelit zhvillimit ekonomik, sot Partia Demokratike nuk ka një model sukses. Ora fort po jemi opozitë, marrë fort opozicion që një qeverisje. O zotëri ke profesor si Partia Socialiste. Dhe vlerësoj faktin që ka dalë në debat. E vlerësoj realisht faktin që ka dalë në debat. Se do të korrekte të tjerë nuk dalin në debat. Fatkeqësisht nuk dalin. Në debat është shëndetshëm, diçka pozitive. Ndoshta nuk do të flasi për bilancin e qeverisë, le ta dëgjojmë bilancin. Ti flas për bilancin e qeverisë. Le ta dëgjojmë mirë zotin Xhafa. Të lutem ta dëgjojmë zotin Xhafa. Dhe nuk kam dhe nuk do të kem ndonjëherë problem të dalë në debat. E vlerësoj. Sepse patjetër ajo për cilën po flas është kjo, që 15 vite qeverisja qendrore, në të gjitha 371 bashkitë apo komuna nuk ka një model suksesi ekonomik apo i tjetër lloj të Partisë Demokratike. Sot ajo që ju e ngjyrosni me të zezë në çdo anë është edhe tek ajo fotografia që ju keni në sfond, që është një Tiranë e zhvilluar, jo e kioskave, jo e mbetjeve. Xhafaj, të lutem, ma lejon një batutë miqësore këtu? Po, Flavio, po, tani duhet ju kënaq të dy. Jo, ta kërkova miqësisht. Ta kërkova miqësisht. Xhafaj, ta kërkova miqësisht. Është qyteti më i zhvilluar në Ballkanin Perëndimor. Ta kërkova miqësisht një batutë. Dhe ka një model pune dhe suksesi, i cili është i pakundërshtueshëm, dhe që nuk e tregojnë qasjet apo opinionet tona, e tregojnë numri i vizitorëve që janë edhe sot në Tiranë dhe që janë gjithmonë në Tiranë. Dhe Shqipëria e cila nuk ka turistë në zotëri. Ne duam paga, duam rroga. Duam biznese të televizionit, fitojmë. Një sekond, lutem ta dëgjojmë. Si ju shef fëmijët edhe? Të lutem. Edhe turistët se turistë. Të lutem se duhet të dëgjohet se është në Skype. Të japim edhe pak kohë Xhafajt. Të lutem Xhafaj. Vazhdoj pa ndërprerje. Tani ta vazhdoj. Nga 2027 do e kemi mbyllur të gjithë negociatat teknike me Bashkimin Evropian dhe do ecim përpara për atë që është e ardhmja europiane. Tani një sekond sot flasim për ekonominë që shikojmë. Bizneset nuk po ikin nga Shqipëria. Përkundrazi, Shqipëria sot është një importues neto, jo eksportues neto i investimeve të huaja drejt për drejt. Dhe ju mund të thoni sa të doni dhe t'i nxini sa doni ato që janë në fakt treguesit makroekonomik të Shqipërisë, por më besoni, fakti që nga 2013 deri në 2017 ne kemi pasur një program me Fondin Monetar Ndërkombëtar që ka qenë i vetmi program i suksesshëm i FMN-s në Ballkan në ato vite dhe u detyruan të shkonin si pasojë e borxhit të fshehtë dhe gjithë historitë e tjera që kishin lënë me financat publike. Unë mendoj që të gjithë shqiptarët e mbajnë mend, edhe ata që votojnë për herë të parë këtë herë, dhe në 11 maj duhet të tregojnë me votën e tyre. Dakord, ndërkohë një batut për kioskat zoti Xhafaj, nëse ka një gjë të majt, shumë të majt që keni bërë, është që hoqët kioskat që ishin të decentralizuara dhe çdo qytetar kishte nga i kiosk dhe i shtetëzuat, i centralizuat dhe ja keni dhënë miqve tuaj dhe kanë rilindur kioskat në një mënyrë spektakolare. Paktën jetojmë të tre në Tiranë. Sa kioska jetojmë të tre në Tiranë, këtë të kioskave na e lejo. E dyta, me që jemi të shifrat. Sa kioska të kam dhënë? Urdhëro? Me që të konsideroj ty mik, sa kioska të kam dhënë? Po s'jam në atë rang mishu në burr. S'jam nivel jam gazetar, po jo nivel Mero dhe Karlo burr. E ke marrë mish, nuk janë në rangje. Janë të gjithë shok.
E kuptoj. Nëse ka si te ferma e kafshëve, ca janë më të barabartë se të tjerët. Sidoqoftë, ju thoni me të drejtë që ka një zhvillim Tirana edhe duket nga renditja jonë. Na e keni cituar Numbeon, veçanërisht kreu i Bashkisë Tiranë, Erion Velje, është akoma kreu i Bashkisë Tiranë. Erion Velje. Një sekond, ta bëj pyetje. Nuk është një sajt që mund besohet për statistika. Numbeo është një vend ku unë shkruaj. Pra është si qytetari digital. Kjo e bën pabesueshëm që shkruani ju. Është si qytetari digital. E kuptoj. Sidoqoftë, renditja jashtë Numbeo, se Numbeo ka për cilësinë e jetës. Ndërkohë për çmimet dhe kostot e jetesës, Tirana në 254 qytete dhe kryeqytete europiane është 44-ta për koston e lartë jetesës. Megjithatë, kur vjen puna te kapacitetet e fuqia paguese e qytetarëve të Tiranës, jemi te 250-253. A është kjo një përputhje, një tregues i frikshëm i pafsi si një shqiptar mesatar për të jetuar në Tiranë? Jo, nuk është një tregues i frikshëm, është një numër në një website i njerëzit shkruajnë për denoncuar apo për inat. Është një Jo, Numbeo ishte për cilësinë e jetesës, iku Numbeo. Statistikat e tjera janë Eurostat. Është një sajt i cili është, tani ju lutem, po flasim për një sajt serb në cilin njerëzit shkruajnë dhe patjetër që nëse duhet sulmuar një vend apo një tjetër, me ato që quhen statistika, do ndodhin nëpërmjet Numbeove. Tani ma bëni pyetjen jashtë Numbeos dhe ju përgjigjem unë. Ishte jashtë Numbeos pyetja, ju thash Numbeo kishte një perceptim që fillonte për cilësinë e jetesës, më pas të dhënat ishin të Eurostatit për koston e apartamenteve dhe raporti me fuqinë blerëse të qytetarëve shqiptar. Kosto e apartamentit. Para një herë rritja ekonomike në Shqipëri vjen si pasojë, njëri nga faktorët kryesor është konsumi. Kështu që për sa kohë konsumi rritet nga konsumohen apartamente po thonë. Do më dëgjoni apo do i përzgjedh? Apo blihen apartamente? Patjetër që po blihen, përderisa vazhdon të ndërtohet dhe vazhdon të ketë shitje. Edhe të rritet çmimi. Patjetër që po. Okej. Patjetër që po. Por ama ajo që është mesatarja mes të gjithëve, është që ne nuk mund të vijojmë të marrim minimumin e të ardhurave dhe ta krahasojmë me çmimin maksimal të apartamentit. Se në asnjë vend në botë nuk del një çift i ri dhe blen apartamentin më të fundit që është ndërtuar në atë qytet. Në asnjë qytet. Okej. Prandaj marrim mesatar. Ato që thonë Numbeot e kësaj bote dhe ato që është duke ndodhur në Shqipëri janë dy gjëra që janë të ndryshme nga njëra nga tjetra. Pra, çfarë duhet të them? Në qoftë se këtu vijnë 11.7 milion turistë, siç erdhën vitin 2024. Këta mendoni unë, nuk paguajnë kostot e jetesës, ushqimin, transportin dhe të gjitha fjetjen që nuk e kanë paguar me sa duket. Gjysnatë fen. Që paguajnë. Dhe për sa kohë vijojnë dhe nga viti në vit, domethënë që këtu nuk ka një diferencë aq të madhe sa që bëni ju apo Numbeo. Okej. Po urdhëroi. Dori, Teliti? Gjithse një flasim me emër, kjo puna e fjetjeve të turistëve, sipas statistikave, por pra vetë qeverisë shqiptare dhe të statit, ta kanë fjetur gjysnatës secili, 6-5 milion net diçka e tillë. Tani si ja kanë bërë ta? Flen njëri zën të dy me një kravatë dhe njëri flen 10 me 2 natës dhe 2 me 6 mëngjesit. Si ja bëjnë ta? Njëri është në gjumë, tjetri po bën seks. Për këtë shifër që thonë ju, 11.7 milion, i bie që këta kanë fjetur gjysnetit në Shqipëri. Sigur, ka dhe ca për e tyre që kanë nga 2-3 netë. Problematika cila është, ju e dini shumë mirë, që ju llogarisë e hyre dalin në Rina se në pikat kufitare. Vetëm unë gjatë vitit kaluar kam dalë 10 herë. E kam hyrë 10 herë. Flavio 20, ti 30 për çështje pune kështu me radhë. Gjithë ne quhemi turistë, kupton apo? Kjo është problematika. Ta e ti kthehemi asaj mesatare që këta ty që nuk ka rëndësi, do flasim me mesatare. Marrni kazus thjesht, të tre ne kemi jetje. Ja u i kemi. 1, 2, 3. Sigur ne ta shpërndajmë të, pra ekonomia në rritje të shpërndahet, një i takon Flavios, një i takon ty, një i takon mua. Dhe të tre neve marrim kënaqësi nga konsumimi i produktit. Ama në qosën të tre i konsumoj vetëm unë kam konsumuar 3 copë dhe ju 0, po mesatarisht ne të tre kemi konsumuar nga 1. Kjo është mesatare e odës sotri. Faktikisht sot në Shqipëri ka rritje ekonomike, po 3.7%, 3.8%, ka rritje ekonomike. Po kjo rritje ekonomike e Shqipërisë nuk është preket nga gjithë shqiptarët, përkundrazi.
Preket nga i grupi vogël njerëzish, nga i grupi vogël individësh, nga i grupi vogël aktorësh të treg. Sepse po do preke nga të tërë, ti nuk do kishe bujësi në recesion, pra në ulje ekonomike. Nuk do kishe sektorin e prodhimit në ulje ekonomike, do kishe në zhvillim ato. Mesatarja është që të 3 ne kemi konsumuar nga 1 kanoçe. Kjo është mesatarja. Ama fatkesisht, të tëra i kam konsumuar, unë apo Flavio apo ti. Dhe ndërkohë të tjerët kanë vdekur nga hetja. Kjo është Shqipëria jote dhe imja sot fatkesisht. Është Shqipëria përsëri, ka varfëri. Ku vetë Eurostati thot 42% e shqiptarëve janë varfëri. I thon 1 në 2 shqiptar janë në varfëri sot. Nuk kemi ne 3 për fatin tonë të mirë në varfëri. Jo, unë i varfëri. Ne 3 nuk kemi. Jo, në varfëri për bukën gojës nuk kemi, asnjë nga ne. Ama gjysma shqiptarëve i kesën në varfëri. Dhe këto janë gjëra që neve duhet të diskutojmë sot. E përsëris dhe njerë, e vlerësoj shumë faktin që del për babën e suzët opozitës, se do tjere nuk e bëjtë gjë, nuk kemi më të bëjmë bilancë. Të lutem. Jo të tëra, jo çdo gjë që thuhet është për kon me realitetin. Dhe këtë e thonë vetë faktet e provës. Të lutem. Gjafaj? Për ato 3 kanaqet që keni ju përballë, nuk ka asnjë lidhje me... Kjo është lidhje ekonomike, pra 3% që. Kjo është lidhje ekonomike. Si shpërndahet është shpërndahet të tërë? Një sekond, të lutem, të liti, të gjymë, Gjafaj se zhë në Skype, të lutem. Po të liti, ka nikur ato sisteme kur i merte shteti dhe i rishpërndante të gjitha, dhe ju jeni djathtë, kapitalizmi dhe pabarazia, në 2 gjëra i shkojnë së bashku, nuk e kemi shtikur ne, s'ka lidhje fare. as do i shtikim ne dhe ju tani. Nuk ndodh në termat dhe bazat që thoni ju. Por prandaj, po s'ka lidhje kjo që po thua me realitetin, me faktin që po flas. Nuk kanë lidhje. Që në fillim të mandatit të parë, pra që në 2013 e ka bërë taksën 0 për biznesin e vogël. Jo 10%. Po çmimin e energjisë. Po çmimin e ujit. Taksat vendore. Po tarifat e pastrimit. Po tarifën e zonës hapësirës publike. 10 fishuar jo. Tarifa pastrimit 6 fishuar në raste të caktuara. Një sekond, të lutem, duhet ta apo llogarisim do, apo nuk paguam biznesin. Edhe nëse bën propagandë duhet ta dëgjojmë. Apo nuk i paguam biznesin do. Të lutem, ta dëgjojmë te liti. Apo të heqim një, po shojmë 5 tjera. Edhe nëse bën propagandë duhet ta dëgjojmë. Të lutem. Po të propagandë zeza më po bëj. Çik propagandë po bën, po kemi shok. Me një të djathtë i cili ka kaluar aq larg majtas. Është kthyer nga djathta tjetër. Pra, rishpërndarja. Nuk e vendos shteti në diktaturë, po. Rëzëri buxheti shtetit është shpërndarje. Pa ne po them që mos hyti debatit, lutem. O e tjerë të lutem, me gjithë respekt që kam për ty. Mos hyti debatit, vetë koncepti buxhetit shtetit është vetëm për ardhurat për të rishpërndar. Për të mbuluar padrejtësinë që ka realiteti. Por të dhënë disa marrë dhe shërbime që nuk i jep dot sektorit privat, individët dhe familja. Tani është rishpërndarje. Ti thua s'ka rishpërndarje. Buxheti i shtetit është vetë rishpërndarje. Pikërisht, e the. Është politikë rishpërndarje. E the, ta dëgjojmë. Një herë, të lutem. Kjo historia e kurdisjes, që unë them 3 fjalë dhe ti duhet thuash 300. Domethënë, mbase ke drejt shumë më tepër se unë sipas teje. Por fakti që sa herë filloj të flas më ndërpret, domethënë që ndoshta nuk ke të drejtë. Pra, e gjithë kjo historia që pse shteti nuk bën rishpërndarje. Shteti bën rishpërndarje me anë të rregullave makroekonomike që vendos. Shteti jo. I qeverisë së Partisë Socialiste ka vendosur që duke qenë që rishpërndarja e pasurisë ndodh kryesisht dhe veçanërisht nga ato që janë bizneset e vogla dhe të mesme, të mos ju japim taksa këtyre. Ju thoni do ju vëm 10% taksën e shesht. Por në 28.000 bizneset që përfitojnë nga kjo. Jo, është mashtrim. Ku kemi thënë do vendosim taksën biznesin e vogël? Ne do rrisim numrin me atë bizneset e vogla që janë pa taks. Ku është kjo? Është mashtrim sa paroj të atëherë. Teliti, më fal, një sekond. Gjafaj më fal Gjafaj. Një sekond, duhet të themi një konstatim. Dhe nuk është shteti që vendos kush do e ketë apo prej kanaqet që ke para teje, është në rastin tënd drejtuesi i emisionit. Po. Sot, atëherë, fakti si është sot. Sot bizneset e vogla që kanë xhiro vjetore deri në 100.000 euro janë pa TVSH. Ne këtu kufi nga 100 çojmë 180. Pra do rrisim numrin e bizneset vogla që janë përjashtuar nga TVSH-ja. Është kundër të asaj që tha zoti Xhafi. Sot bizneset e vogla që janë të përjashtuar nga tatimi mbi fitimi, janë biznese që kanë xhiro vjetor deri në 140.000 euro vingrit.
Ne do të çojmë kufinë 180.000 euro. Por ne do të japim mbështetje akoma dhe më të madhe biznesit vogël për taksim zero. Prit stop. Ato që thot zoti Xhava 10% është për biznesin e madh. Pra ato që sot e taksoni me 15% aty fitimi, ne do taksojmë me 10% aty fitimin. Ato pasuri, transakcion pasuri, ju sot atoni me 15%, e sqarove, të litit lutem, e sqarove se jam keq me kohën. Kam një pyetje të fundit për Xhafajn dhe të litin. Dakord, shteti pas ka këtë detyrën e rishpërndarjes. Ndërkohë, mënyra se si janë rishpërndar, keni çdo tender, shumicën e tenderave me flamur të kuq, zoti Xhafaj, nëse e njihni dhe flamurin e kuq si koncept të lishëm, keni gjithë kabinetin e parë praktikisht pas hekurave ose drejt hekurave të mandatit të parë, i dyti pak më mirë jeni me statistikat. Ndërkohë, a mendoni se i keni rishpërndar atë për cilën jeni ngarkuar me përgjegjësi politike dhe morale para qytetarëve dhe ligjore për të menaxhuar fondet e tyre? Ndodh sot një rishpërndarje e drejtë, apo mendoni se janë të vërteta pretendimet e shumë prej mediave që në fakt i marrin vetëm kolegët dhe skemat 5D, 5B, 5T në të gjithë Shqipërinë? Okej. Tani, me që i thak dhe i hodhet të gjitha, hajde të merremi me të gjitha. Së pari, sistemi i drejtësisë është ai i cili gjykon njerëzit dhe duhet presim për vendimet e gjykatave. Dhe jo të themi këta janë në burg, ata janë në burg. Pse? Sepse fakti që nuk u arrestua asnjë person në 8 vitet nga 2005 në 2013 për korrupsion nuk do të thënë që kishte drejtësi. S'është vërtet, zoti Xhafaj, nuk është e vërtet. Nuk kishte fare drejtësi. S'është vërtet. Dhe që ishte një mit të pandëshmërisë, e të cilin ne nuk mund krahasohemi as sot, as nesër, sepse ajo që kemi bërë në këto 12 vite ka qenë vendosja e sistemit drejtësisë dhe jo ushtrimi i presionit politik mbi të. Sa i përket flamujve të kuq, çdo ditë edhe më tepër po përmirësohen mekanizmat të tenderave, qoftë edhe të monitorimit të ku përfundojnë paratë publike. Dhe kjo po vjen së pari nga procesi i digitalizimit dhe së dyti nga procesi i monitorimit që qytetarët i bëjnë mëngjes, drek dhe darkë. Kur thoni ka media dhe thuhet nga media, unë mendoj që duhet shikojmë edhe pak më tepër cilësinë e këtyre mediave. Cilin ne, partia e cila ka fituar mandatin qeverisës, që presupozohet të jetë diktatura apo autokraci sipas kolegëve në zyrë, jemi këtu duke folur në çdo televizion në Shqipëri në një diferencë qoftë kohore, qoftë mesazhit, sepse nuk synojmë kontrollin këtë gjë. Përkundrazi, synojmë që çdo gjë të vi dhe të bëhet më mirë. Dhe fakti që sot drejtësia është duke vepruar, patjetër që është një kredit akoma më i madh për atë që është shtetëndërtimi në Shqipëri. Dhe shtetëndërtimi në Shqipëri duket nga disa gjëra. Flasim për ekonominë, shikoni numrin, nivelin e eksporteve, qoftë bujqësisë, qoftë të sektorëve të tjerë. Në qoftë se nga vitin vit vjen rritja pozitive, ne nuk themi dot që çdo gjë është e zezë. Përkundrazi, po përmirësohet. Dhe ajo që synojmë të bëjmë edhe në këtë mandat të katërt është që të vijojmë këtë përmirësim për të afruar Shqipërinë tek dyert e Bashkimit Evropian, që in primis do të ketë më shumë mekanizma kontrolli dhe më shumë standarde të cilët ne duhet i prekim. Nëse ne nuk do jetonim këtë, ky nuk do të ishte as leitmotivi i fushatës dhe as synimi i ambicjes son politike. Në fushat nuk është se keni bërë shumë ekonomi, zoti Xhafaj, jo ju personalisht, po flas paktën ai që ju udhëheq, nuk ka bërë shumë ekonomi, ka më shumë ca fenomene tjera parapsikologjike. Teliti, për ta mbyllur? Atëherë për ta mbyllur, që s'kemi shumë kohë, nuk mund të trajtoj çdo gjë, po do madje në fund tek integrimi evropian. Por ishte bim gjithë dakord pak, të gjithë politika shqiptare, qytetarët të tërë duam integrimin. Por ama një Shqipëri, ne duam një Shqipëri që të denjë për integrimin. Sigurisht. Një Shqipëri që bëhet një qok. Hajde ti tash se kemi ca konflikte luftra për dallë. Standard evropian para se ta ndërsohet. Duam të jetojmë. Tash çdo thot standard evropian. Standard evropian do thotë që vendimet e gjykatës shtuese zbatohen. Jo si rasti Xhaçkës. Standard evropian do thotë që ligjet nuk bëhen, ligjet bëhen për të tërë. Jo me emra individëve të saktuar dhe jepen miliona euro, siç është rasti i teatrit dhe kështu me radhë. Ligjet porositura speciale. Standardi evropian cili është? Investitor strategjik. Standardi evropian është investitor, kur ti thua investitor strategjik.
Jo të më vitur katunari lagjes që na bot milioner më na ditës. Sepse ka pas mikë dhe shokë, po të vi investitori nga jashtë. Dhe fakti është që nga 44 investitorë, investime strategjike që janë dhënë, 42 janë shqiptare, dhe 2 prej tyre janë shqiptare dhe të huaja, ku mbi zotëron pana shqiptare. Po kanë nga i çik element huaj brenda. E kanë miksu pak lugën brenda. Ky nuk është standard evropian. Nuk është standard evropian, zoti Xhafaj. Që mos kesh ilaçe tek onkologjiko. Është atmëshme. Pra tu mungojnë edhe ke pediatria. Nuk është standard evropian, se ke parë gjithë botë. Mund të jemi të studuar jashtë, kupton? Nuk është standard evropian, nuk është standard, nuk të dhe preva zoti Xhafaj. Nuk është standard evropian zoti Xhafaj, që klasat e me 2 turna për fëmijët e mi dhe fëmijët e tu. Nuk është standard evropian zotri, që pedagogët në Shqipëri të paguan më pak se sa një rojë parkimi. E di apo jo? Se sa një lavazhier. Një lavazhier sot merr 1.300.000 lekë, 1,5 milion. Një pedagog merr as 1 milion lekë sot fakultet. Për këto flisni në standardin evropian. Se ne që kemi pak të mund të ti që kemi studiuar jashtë, që ditë se si trajtohet pedagogu atje. E po ti nuk mund të kërkon pastaj arsimim, shkencë e kështu me radhë përmirësim sistemit. Kur ti zotri harxhon miliona euro pagar për një incinerator që nuk ekziston, dhe këtë në anëtet me mba pagat e pedagogëve në nivele skandaloze. Cili është standardi evropian? I këtyre madrave që futen, konsumohen, dhe pastaj na del AKU-ja dhe thot, na falni thot. Del edhe ministra, na falni thot. Se kështu ndodhi, dhe na thot edhe me buzëqeshje atje. Ndërkohë janë helmuar njerëzit me salmonel. Cili është standardi evropian? Standardi evropian që prishet porti i Durrësit, i ndërtuar me mbi 1 miliard euro investime nga paratë e shqiptarëve. Më prit krave, të shoh detyrisht. Dhe ndërkohë prishet për të dhënë investitori dhe porti i ri do ndërtohet po prapë ne. Ku është standardi evropian do? Cili është standardi evropian? Ktu bën që prillit të vitit 2014. Ky nuk ka qenë ende deputet atëherë. Po në prill të vitit 2014, Kuvendi i Shqipërisë me karton e mazhorancës hoqi garën me ligj. U fundi ligj e prokurimit publik dhe hoqi garën. Edhe përpara ishte problematika me prokurimet. Po sot prokurimet bëhen me tek, me një ofertues të vetëm. Ky është europianizmi. Dhe cila është më europiania? Që rruga në Shqipëri bën 15 milion euro, kilometri linear 17 apo 20, ndërkohë në Zvicër, në Gjermani apo në Holland më bën 5 apo 6. Ky është standardi europian. Stop. Faleminderit Teliti, faleminderit Xhafaj. Standardi europian është tek ajo që ne jemi duke u zhvilluar, që në 16 maj do të kemi summitin politik të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe po të trajtoni varfërinë një nga temat e summitit. Trajtoni varfërinë një nga temat e summitit. Faleminderit shumë Etien Xhafaj, faleminderit Dor Teliti. Regjia kalon publicitet, lutem.